Përshëndetje miq dhe mirë se vini në kanalin ton. Në këtë video do të mësoni 3 kura natyrale me banane që mund t'ju ndihmojnë të qetësoni kollën dhe të lehtësoni irritimin në fyt. Nëse kolla ju ka bezdisur sidomos gjatë natës, atëherë kjo video është për ju. Qëndroni deri në fund për të mësuar se si t'i përgatisni këto kura të thjeshta dhe efektive. Le të fillojmë. 1 banane me mjalt. Kjo kurë është perfekte për ata që kanë fyt të thatë dhe të irrituar. Mjalti ka veti antibakteriale dhe qetësuese, ndërsa banania ndihmon në formimin e një shtrese mbrojtëse në fyt, duke e zbutur atë natyralisht. Si ta përgatisni? Merrni një banane të pjekur dhe shtypeni mirë me një pirum. Shtoni një lugë gjelle mjalt dhe përzjejeni derisa të bëhet një masë kremoze. Konsumojeni këtë masë 2 ose 3 herë në ditë, veçanërisht para gjumit për një efekt më të mirë. Përfitimet e kësaj kure janë: zbut fytin e acaruar, lehtëson kollën e thatë dhe përmirëson imunitetin fal vetive antibakteriale të mjaltit. 2 banane me qumësht të ngrohtë. Nëse kolliteni shpesh gjatë natës dhe nuk mund të flini rehat, ky kombinim është zgjidhja perfekte për ju. Qumështi i ngrohtë ndihmon në relaksimin e fytit dhe lehtësimin e irritimit, ndërsa banania ndihmon në zbutjen e mukozës së fytit. Si ta përgatisni? Ngrohni një gotë qumësht, sigurohuni që të mos jetë shumë i nxehtë. Shtypni një banane të pjekur dhe përzjejeni me qumështin e ngrohtë. Për më shumë përfitime, shtoni një lugë mjalt. Pijeni këtë përzierje para gjumit për një efekt më të mirë. Përfitimet që do të keni: qetësimin e kollës të thatë, relaksimin e muskujve të fytit dhe do të bëni një gjumë më të mirë. 3 banane me limon ose portokall dhe mjalt. Nëse përveç kollës ndiheni të lodhur dhe me energji të ulët, kjo kurë është perfekte për ju. Limonin përmban shumë vitamin C, e cila forcon sistemin imunitar dhe ndihmon trupin të luftojë infeksione. E kombinuar me mjalt dhe banane, kjo është një kurë fantastike për të përmirësuar shëndetin tuaj. Si ta përgatisni? Shtypni një banane të pjekur derisa të bëhet si pure. Shtoni lëngun e gjysmës së një limoni të freskët. Përzjejeni me një lugë gjelle mjalt derisa të bëhet një masë e njëtrajtshme. Konsumojeni 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje. Përfitimet që do të keni: imunitet më të fortë, pastrimi i rrugëve të frymarrjes dhe lehtësimin e kollës dhe dhimbjen e fytit. Por a funksionojnë vërtet këto kura? Sigurisht, këto kura janë përdorur për shumë vite nga gjyshet tona dhe janë të njohura për efektet e tyre qetësuese. Megjithatë, nëse kolla juaj zgjat për një kohë të gjatë ose shoqërohet me simptoma të tjera si temperaturë e lartë apo vështirësi në frymarrje, është gjithmonë mirë të konsultoheni me një mjek. Përfundimi: nëse jeni duke kërkuar një mënyrë natyrale për të qetësuar kollën, provoni njërin nga këto kura dhe më tregoni në komente cilën preferoni më shumë. Ju falenderoj që na ndiqni dhe shihemi në videon tjetër. Deri atëherë qëndroni të shëndetshëm dhe plot energji pozitive.